Përshtypja edhe kjo, brezi i ri, brezi i ri, të rinj kryesisht din të shkruajnë, ka që din të shkruajnë mirë, po zgjedhin që të shkruajnë keq në thonjza. Dhe për shkakun do flas shpesh me disa prej tyre dhe thonë, si do flasim, si do komunikojmë siç duhet apo t'ia fusim kështu për shkurt. Dhe nuk e kuptoj ndonjëherë këtë ndarjen. Po pra, domethënë, mos kanë ndonjë lloj trendi këtu, ndonjë lloj mode. Është mënyra që nuk është puna e ditë, të qenurit i sjellshëm, të qenurit korrekt, nuk jemi modern, cool. Një dhe shumë gazetar, njerëz të medias, njohur që unë jam i bindur që dinë të shkruajnë shumë mirë, dhe kur vjen puna kur të shkruajnë apo kur komunikon, gjen plot gabime tek mesazhet e tyre. Dhe kjo është një formë komunikimi, nuk është një formë, nuk tregon që ata nuk dinë të shkruajnë apo nuk dinë të komunikojnë. Di qarë po më kujton? Kishte një koment nga një nga drejtuesit e ChatGPT-s, i cili thoshte që kompania ka një dëm të jashtëzakonshëm në miliona dollar për shkak të gjithë njerëzve që i drejtohen me mirësjellje duke thënë mirëdita dhe faleminderit. Tani, në këtë kohë jetojmë, edhe ne pastaj po bashkëbisedonim me kolegë dhe thamë që duhet ishim patjetër ndër ata që i bënim shumë dëm ChatGPT-s për shkak të mënyrës së gjatë të drejtuarit për të folur. Po, për të kthyer te ai që zotëria po thoshte, leximi është shumë kollaj, të thuash tani turp të keni ju që s'lexoni, po të kesh parasysh që leximin ne nuk po e kultivojmë. Dhe kultivimi i leximit lind në familje. Kultivimi i leximit fillon që me bebet e përsalindura, dhe fatmirësisht sot në Shqipëri ka literaturë pafund, të përkthyer, të përshtatur, të botuar bukur me ato ndjesitë e prekjes, me ndjesitë zanore, të gjitha shqisave, dhe detyra pa diskutim është e prindërve pikë pari. Nëse prindrit nuk e edukojnë fëmijën, ne shpeshherë po bëjmë këtë ping-pongun dhe po ja lëm përgjegjësinë shkollës. Po nuk mund të nisë në shkollë, sepse leximi nuk është detyrë, leximi nuk është bisedë letrare, leximi është një e drejtë, edhe një lloj kënaqësie që mëkohet në familje, që te fëmijët fare të vegjël. Kështu që nëse ne sot bërtasim me të drejtë që shumë kush nuk po lexon, duhet kemi kujdes dhe këtë gishtin mos ia vëmë të rinjve që s'lexojnë, po të rriturve që nuk i kanë edukuar që të mësohen me lexim. Nuk është edhe kjo. Ka një paradoks. Lexo. Unë mendoj që më shumë se sa ti thua fëmijës lexo, funksionon të lexuarit i vet dhe fëmia të shet ty. Patjetër. Ti thua fëmijës fare më pas. Ideja është që ti si prind fillosh ti lexosh atij. Pra t'ia fusësh në dëshirë dhe në nevojë të lexuarit, pa diskutim, jo ti thush u bë bre 6 vjet, lexo tani. Që sot lexohet më pak, por kanë më shumë informacion. Dhe ky është një paradoks shumë i madh. Domethënë, të fëmijët, adoleshentë, nuk e dim, dinë shumë gjëra se sa dinim ne kur ishim fëmijë. Por lexojnë më pak. Për shembull, bisedosh sot në një fëmijë, duket ndonjëherë një paradoks shumë i madh se ka kaq shumë informacion që i gjen për YouTube, nëpër media sociale. Po drin, vetëm se nuk din ta formulojnë informacionin. Po të lexosh eset, nëse do t'i vësh në siklet të rinj, është i caktosh një sasi fjalësh ose ta strukturojnë mendimin. Sot ka shumë metoda që i shtyn fëmijët drejt leximit. Po ne s'kishim metoda për shumë fare, kishim libra, argëtime të një lloji tjetër, dhe kishim shumë më pak që të rinj sot kanë shumë informacion, unë jam shumë dakord dhe kanë shumë më tepër se sa mund kemi pas ne. Problemi, libri është kulturë, nuk është informacion. Libri është kulturë, libri është mënyra se si ti mendon, se mënyra se si ti komportohesh, mënyra se si ti do, mënyra si kërkon falje, mënyra, pra është kulturë, është një gjë shumë e madhe. Po Drini po thotë që dita ka vetëm 24 orë dhe ti zgjedh të marrësh informacion ose kulturë brenda kësaj kohe. Kështu që sot në pjesën më të madhe të rinj marrin informacion që pranojnë dhe hapur dhe thonë unë nuk është se kam lexuar dhe ka shumë libra në jetë, po janë modele suksesit. Jo, do të them. Po shiko, po nuk është ky muhabet, nuk po flas dakord, se shiko ka dhe një, shiko unë njoh njërin, druvar që nuk ka hapur kur nuk di as alfabetin dhe është bërë me shumë lekë se pret dru në pyll dhe i shet, po kjo nuk do të thotë që ky njeri, po flasim për kulturë, po shiko, më falë se të ndërpret, do më thënë, nuk është fjale që turp, të kesh turp që s'lexon, është më vi ka keq, të vi keq që nuk lexon, do më thënë është keqardhje një njeri që nuk lexon, nuk është turp, ndash lexojnë dhe shpo lexojnë. Jam shumë dakord me ty për këtë gjë. Bukura nga jeta në fakt, është e vërtet. Unë dua ta ngushtoj një çik rrezin e analizës, sepse patjetër të lexuarit e hap kaq shumë argumentin, por unë kam përshtypjen që duhet ta drejtojmë tek pse duhet të lexojmë.
Për çfarë arsye? Për të qenë cool në shoqëri, për të mburur sepse di, kam informacion, koleksionoj tekste, libra, tituj pafund. Kush është arsyeja që në thelb një fëmijë duhet të lexojë? Unë mund t'jap eksperiencën time. Jam rritur një familje që kishte gjithmonë një lloj dualiteti, me motër më ftonte, më impononte të lexoja. Dhe unë isha gota që këndonte në shtëpi artistja dhe kisha mendje vetëm të loja dhe të kënduarit. Dhe më tha, aman, do t'jap lek, vetëm lexoje këtë, lexoje. Dhe erdhi një pikë që nga të impunuarit, unë kuptova që duke lexuar, mësoja të rria me veten time. Mësoja të njihja gruan që po rriteshe, vajzën që do pëlqente një stil jete, një botë imagjinare që do zhvilloj. Pra, të lexuarit nuk ka nevojë domosdoshmërisht ta shohim si një mënyrë që neve na pasuron dhe na bën të ndihemi të kompletuar. Por është një nevojë për të qëndruar me veten, sepse ti kur futesh midis rreshtave, ke mundësi të kthehesh dhe të rikthehesh dhe të njohësh edhe veten tënde, ndoshta edhe të grindesh me autorin, edhe të inatosesh për si shkon një histori. Shpesh që është krijimi i kësaj botës, në shumë sjellje, në shumë përgjigje, në shumë episode, ti gjen veten në mënyrë shumë të ngjashme. Mendoj që duke lexuar ka dy gjëra të jashtëzakonshme. E para që kupton që si je vetëm në botë. Se ka shumë të tjerë që po e mendojnë si ty ose i kanë dhënë zgjidhje si ty, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Të bën empatik sepse fillon e kupton tjetrin edhe e pranon tjetrin. Madje shpesh herë nuk të është e rastësishme që personazhet disi më problematik të librave janë ata që pëlqehen edhe më shumë. Fillon e ndjen keqardhje për ta ose përpiqesh të kuptosh pse ka ndodhur kjo gjë dhe ta justifikosh disi. Tek shpërthimi i konfliktit. Por ajo që unë gjykoj për të kthyer përsëri te fëmijët, mendoj që gjëja më e rëndësishme që të lexuarit na bën është zhvillimi i imagjinatës. Dhe këtë nuk na e bën asnjë lloj teknologjie, asnjë lloj veprimtarie tjetër. Dhe një njeri që merr përsipër të mendoj, është një njeri që zhvillon imagjinatën e tij, është një mendje e lirë. Sepse libri do të thotë gjë më të rëndësishme se sa të kultivosh një mendje të lirë. Nuk ka gjë më të bukur në fakt kjo lëvizja drejt një bote që ti nuk e kontrollon dot më, pra që është imagjinata dhe ëndra dhe të ndëruarit është gjëja më e bukur që mund të ndodhi njeriu. Nuk ka asgjë më të bukur se kaq. Se aty ti ndërton vetveten, po gjëja më e bukur e dyta mbas asaj që krijon leximi është lufta me historinë që ti lexon apo me atë që ti merr dhe kur e vërteton këtë me autorin e librit. Dhe mua si gazetar më ka bërë shumë përshtypje kur takova për herë të parë në jetë një shkrimtar i cili unë i kisha lexuar një libër. Dhe e shikoja dhe thosha i ka krijuar historitë, i ka të vërteta. Besoj që nga autorët e parë që mund të kem takuar ka qenë Diana Çuli dhe mbaj mend që pyesja për personazhet, po si e krijove këtë personazh, ishte i vërtetë, dhe tregonin detaje. Dhe si gazetar pastaj takova shumë shkrimtarë të tjerë, të cilët më sqaruan dhe më bën të kuptoja se si në fakt krijoheshin historitë, se si cilat ishin qëllimet e tyre, për shpeshherë libra të cilët krijoheshin apo stafat për të shpërndarë mesazhe të caktuara apo për dhënë një lloj kulture të veçantë. Kështu që të lexuarit nuk mbaronte më deri tek faqja e fundit, po ishte një proces që vijonte pastaj kur librat kishin dhe vazhdimsinë. Dhe gjëja më e shëmtuar që mua më ka ndodhur në jetë është kur shikoja librat të bërë film mundësisht? Sigurisht. Jo të gjitha. Ajo ishte gjëja që më zgënjente më shumti se i kisha lexuar dhe i kisha krijuar ato personazhet në botën time me portrete të caktuara, me gjatësinë të caktuar, dhe kur shikoja në film thoshte pse kanë bërë kështu këtë aktorin. Jo, kemi diskutuar kur kemi folur për radion, kemi diskutuar dhe këtë aspekt, që radio dhe libri janë dy elementë. Ka dhe filmat. Do të thotë radio dhe libri janë dy elementë që të lënë fantazinë e lirë, ti e bën e ndërton vetë si duash dhe kjo është shumë. Shikoj mbi bazën e këtyre personazheve, që po thoshje, shpesh kemi po flas persone, po besoj gjithkush që ka lexuar, ka ndërtuar jetën mbi bazën e disa modeleve që kanë qenë në për libra. Dhe këto modele, pastaj në marrëdhënie të ndryshme që fillonin të jepnin një drejtim jetë që vinin momente gjatë që të bëje krahasimin, më ndodhi siç Që është një personazh që të ka inspiruar gjithmonë dhe që të vjen i pari në mendje? Shiko, personazh ndoshta
nuk kam, po kam një libër I përveç atyre që kemi sjell këtu, nëse e gjen diku në një libër tjetër. Jo, e kam në një nga këto libra këtu, pastaj shiko, libra të tjerë ka plot që I kam lexuar, I kam personazhe, ku kanë qenë personazhet të humorit, ku kanë qenë personazhe dramatik, ku kanë qenë personazhe të egzageruar. Por ajo që mua më ka, si thua, më ka prirë për mënyrën se si ishte ndërtuar marrëdhënia midis këtyre njerëzve, dhe aq më tepër që është një roman I shkruar në gjuhë tuaj dhe I rishkruar në shqip, se nuk është përkthyer më ai libër. Ai libër është rishkruar në shqip nga Robert Zhvarci, që për fat kujtimit ti e kam pas dhe mik. Pra, kur të bie në dorë një material I një autorit huaj, dhe ti e merr në dorë dhe aq më tepër kur e merr në dorë shqip të përkthyer mirë, ti humbet ka ajo. Dhe vjen një moment që ti rikthesh. Domethënë këtë librin nuk kam prur këtu një kopje që e kam të re, është ribotim. Mos t'i zbuloj tani ti, nuk e zbuloj. lutem se e kam pjesën e dytë. Origjinalin që e kam në shtëpi është në një gjendje aq të mërshme, sa po ta sille do thoshim pa më është vjetur mahet libri kështu. Mirë, po ai është libri që mua aroma e atij libri mua më ka shoqëruar vite të tëra. Domethënë, ja thash dhe vajza që pari. Des për dy gjëra, kem hapur. Kjo aroma e librit për shumë njerëz është e pakonceptueshme, por ne besoj që jemi këtu e kuptojmë, po nuk ka gjë më të bukur se ato libraritë e vjetra që e kanë ende atë aromën e faqeve. Ja tregoj gjë të bukur kur kam qenë I vogël, kam qenë fare I vogël, mund kem qenë 5-6 vjeç, nuk e di. Diku ke Trekën që ku sot është biblioteka kombëtare xhamia më tesh, ka qenë një me ndërtesa, aty ka qenë një librari. Ajo libraria unë nuk e heq, domethënë është një nga gjërat që nuk haroj në jetën time, sepse kur hyje brenda, ajo ishte me 2 kate, me balkon, me një balkonat që e rrethonte, e gjitha e veshur me dru dhe e gjitha e mbushur me libra. Ishte një spektakël, domethënë ishte një grattaciel por me libra.